Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar shikues, jemi me emisionin e radhës së bashku me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Avollin, trajtesat për gjenezën e shkencës së fikut, shpjegimet fetare të bazuar në argumente shkencore, për të cilat faktikisht falenderojmë Zotin që e kemi me neve çdo javë profesorin e nderuar, i cili po mirret me trajtesa, me shpjegimin e këtyre argumenteve që janë të dobishme për gjithë neve. Në emisionin e kaluar neve kemi folur faktikisht për gjeneratën e dytë, për tabeinët. Profesori i nderuar ka shpjeguar se kush quhen dhe cilët janë ata tabeinët sipas termave shkencore që përdoren në literaturën fetare. Dhe gjithashtu kemi folur edhe për nxënësit e shuar të shokëve të pejgamberit Muhammed a.s. Edhe sot do të vazhdojmë faktikisht me trajtesën e ngjashme ose të njëjtë të temës së kaluar, nga se nuk kemi pasur mundësi që përfundojmë në tërësi atë se çfarë është folur rreth tabeinëve, edhe kemi parë emra, për shembull emrat mëdhej që kanë qenë nxënësi të shokëve të pejgamberit a.s. Profesori nderuar, mirë se ke ardhur. Dhe me qenë se kemi përmend emra të tabeinëve, kemi sqaruar para e shikuesve se kush quhen ata dhe cili do të ishte ose cilën do të përgjigje ti për mesazh të kësaj trajtese që kemi pas rreth shkencës së fikut në kohën e gjeneratës dytë, pra tabeinëve. Mesazhi që normalisht përmes këtyre trajtesave kemi synuar me përcjell te shikuesit është se Kufja, qyteti i Kufës, i cili është themeluar, siç kemi thonë, në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, dhe ka qenë kryeqytet i shtetit islam, ose ka qenë halifatin në kohën e Aliut radiallahu ta'ala anhu, dhe numri shumë i madh i sahabëve që kanë kaluar prej Mekës dhe Medinës dhe prej Suedesës arabike në Kufe. Pastaj gjenerata e dytë që tash jemi tabiint, që me rikujtu edhe një herë me fjalën e tabi'i ose e tabi'un, në kupton, gjithsesi është pasues. Do të kanë marrë këtë epitet për shkak të pasimit të sahabëve. Për ata është shquar si gjenerat, se gjenerata e dytë ose brezi i dytë kanë marrë epitetin tabi'un për shkak të pasimit të denjit, të mirëfillt të gjeneratës së parë, e cila ka pas fatin me pa pejgamberin a.s. Për ata e kanë konsideruar se është nder për ta, dhe prej këtu, si gjeneratët si brezi i dytë, i kanë pasue, kanë mësue prej tyre, i kanë pas shembull dhe yrnek në çdo gjë që kanë bërë ata. Kështu që kanë shfrytzuar për rastit dhe janë munduar maksimalisht me përfituar prej tyre. Për shkak të pasimit të denjë që kanë bërë ndaj tyre, janë quajtur tabi'un. Kështu kemi me pas edhe gjeneratën pasuese që janë tabi'in, do të pasues e pasuesve. Që gjithashtu gjenerata e tretë, për cilën inshallah do të merremi më vonë. Po na jemi në këtë gjenerat. Kjo gjenerat e ka përcjell në formë të denjë gjeneratën ose brezin e dytë sahabët. Kanë marrë gjithçka prej tyre dhe kanë përcjell. Normalisht si brez, koha që kanë vepruar ta është pak më e gjatë. Tash tabi'un konsiderojmë çdo njëri prej brezit të dytë që ka pas fatin me i taku ose me pa brezin e parë, sahabët, shokët e pejgamberit a.s. Normalisht na jemi munduar me bë disa ndasi, ndarje, kategorizim me quajt më drejt, për arsye se jo të gjithë janë njëjtit rang, po mesazhit e ajo dhe kjo që apo thuhet dhe ajo në vazhdim që do ta them, është me bë me dije shqyuesin dhe atë që është i interesuar me pas dhona ma shkencore të kësaj kohe, me bindë se Kufja në realitet ka qenë qendër e dijes dhe ka qenë ndoshta gati pak konkurrencën në gjitha shkencat islamit të kohës. Jo vetëm në shkencën e jurisprudencës islame të fikut, po edhe në shkencën e hadithit, që është shumë më rëndësi, dhe me këtë kemi munduar me u zgjeruar më shumë dhe me përmend dietarët e këtij brezi dhe sahabët para tyre, që me tregu se në Kufe
ka pas hadith dhe shkenca e hadithit dhe transmituesit e hadithit kanë qenë me bollok, po kanë qenë pa konkurrencë edhe pe qendrave të tjera. I kanë bo konkurrencë edhe Mekës edhe Medinës, tash po Medinës ma qendër ka qenë shkencore, për shkak se atje ka qenë kryeqyteti i shtetit islam në kohën e pejgamberit, aty ka vepruar pejgamberi në pjesën e fundit të jetës së tij. Dhe mirëpo hadithi i Hijazit. Tash Hijazi është parafërsisht Arabia Saudite sotme, që është ma vonë kur muslimanët kanë marrë të poshtë, i kanë ndrua dhe emrat. Po në atë kohë është Hijaz, ose hadithi i Mekës edhe i Medinës në një farë mënyrë ka qenë pasuri e si shkencat e tjera gjithë muslimanëve. Sepse haxhi dhe umreja kanë bërë që dietarët gjitha në i botës islame me shkuën në Mekë e shumë prej tyre shumë se njëherë. Kështu që dietarët kur kanë shkuar në Mekë, në Medinë kanë ecë me dietarët. Dhe puna që i intereson një dietarit shur, s'ka pas dyshim që konë çështja e transmetimeve dhe rivajeteve dhe haditheve. Për ata na me plot kuptimin e fjalës themi se ai ka qenë hadithi i Mekës dhe i Medinës nuk është vetëm i Mekës dhe i Medinës. Po kanë pas çështjen të gjitha qendrat e tjera islame. Ndërsa hadithi i qendrave të tjera islame siç është rasti i Kufës për Kufës ose e Shamit ose e Egjiptit, praktikisht nuk ka qenë pasuri e gjithëve, po vetëm atyre që në kënd të interesuar në veçanti me shku me marrë, do të vetëm e dietarëve. Ata që në kënd praktikisht njoftën që kanë udhëtuar shumë në kërkimin e diturisë, për tillë ka qenë përndryshe, jo ajo lehtësia dhe mundësia që është konë tash po them një udhë e dy fun. Shkojmë bëjmë haxhin edhe takohom. Po, plus ajo periudhë nuk është me ditë sa e gjatë. Po edhe tash kur e kem fjalën te brezi i dytë, apo flasim për brezin i cili kanë rri sahabët. Po flasim për dietarë nëse që shumica prej tyre, pe atyre emrave që i kemi përmend, edhe këtyre që do t'i përmendëm sot inshallah, janë ata që kanë transmetuar prej shumë sahabëve. Do të flasim për dietarët të Kufës, të cilët nuk kanë transmetuar vetëm prej Aliut dhe Abdullah ibn Mesudit që kanë pasur në Kufë, dhe emrat që i kemi përmend që praktikisht Ammar ibn Yasirin e tjetër, Musa Ashariun e tjetër që kanë banuar ose kanë ndajtur në Kufë shkurt ose pak më gjatë, mirë po kanë shkuar edhe gjithanej në Mekë, në Medinë kanë transmetuar na tash po them tabiin të mëdhaj, dietarët pak më të vjetër që janë konë të brezit të dytë, ata kanë transmetuar prej shumë të tjerëve. Tash ne kemi Alqamen, Harithin, Ubejden, Shorejhin, kategoria e dietarëve pak më të vjetër, të cilët kanë transmetuar dhe i kanë bërë edhe sahabë të vjetër. Kanë transmetuar prej Omerit e prej kategorisë ose gjeneratës më të vjetër të sahabëve. Ndërsa të tjerët për të cilët sot do të merrem pak më shumë me ta, janë ata të cilët në realitet nuk i kanë bërë sahabët e vjetër, ata të cilët kanë vdekur po thonë 20-at ose 30-at, mirë po kanë bërë ata që janë më vonë. Po mesazhi i krejt kësaj, edhe asaj që do të flasim sot ka qenë që në Kufë, me ditë që sikur shkencat e tjera islame, edhe hadithi ka qenë Kufja ka qenë e pasur me hadith dhe kam mjaftuar për krejt kapitujt dhe hadithet bazike, s'kam pas nevojë me shkua asku tjetër. Bile do të shohim kur e përshkon Imam Ebu Hanifja mba vonë Kufën, thot ولدت في معدن العلم والفقه. Kështu e përshkon Kufën, kom lind tash në minjerën e dijes dhe të fikut. Minjerë, gjitha i ke pas një vend. Për ata Imam Ebu Hanifja kështu e ka përshkruar Kufën. Në një fjali të shkurt, ولدت في معدن العلم والفقه. Kështu që i kemi pas këtë. Krejta dietar që i përmendum, ata që është kon kysynim, çdo njëri prej tyre është kon imam në hadith përveç fikut. Çu do të marrim nash me Harith ibn Abi Abdullah al-Awr Aweri është imam në hadith. Kush e përmend tash
që kemi thonë është pej djetarëve që krejt djetarët e hadithit s'kom lexuar deri sot asnjë që nuk i ka përdorur fjalët më të larta. Ai quhet Raviyatul Ali. Në farë mënyre zinxhiri i art për me mri nëpërmes alivit të pejgamberit është nëpërmes averit. Ai është do të pej dietarëve më të mëdha që ka thot Ibn Sirini, kom shku në Kufe, Ibn Sirini është pej dietarëve të mëdha po të hershëm. Dhe e kom gjetë 500 që ka qenë i pakontestueshëm, pej tyre ka qenë Imam Averi. Shumë në hadith. Ubejdja, është fjala për Ubejde, Ibn Amr al-Muradi Selmani, njëri prej dietarëve më që ka marrë këtë. Praktikisht dia Abdullah ibn Mesudit është njëri prej atyre që s'ka pas hadith që e ka transmetuar nëpërmes Abdullah ibn Mesudit që nuk e ka ditë ose nuk e ka pas. Mirpo dhe këta emra që po përmend janë prej tabinëve, pra. Prej tabinëve të mëj. Prej tabinëve të Po, mëj. për ata për shembull Ebu Ubejdia ka transmetuar prej sahabëve të mëj. Përveç Abdullah ibn Mesudit që kemi ka transmetuar prej Omerit, prej Aliut, prej Zubair ibn Awamit, do të ka marrë hadithin prej gjeneratës më ajkës sahabëve. Kështu që po krejta emra që kemi përmend janë konë dietar nivelit shumë të lartë dhe në të njëjtën kohë transmetues të hadithit që çdo njëri më vonë që ka ardhur kur ka gjetë hadith nëpër rrugën e transmetimit nëpërmes tyre e ka konsideruar nder ose si thot Imam Hakimi më vonë thotë kemi lyp bereqet dhe i kemi afruar Allahu duke transmetuar prej tyre. Do të thënë, po na tash enkas po flasim vetëm për dietarët e mëdhtë të Kufës. Nëse me art të çaj përfundimi moralizuj çaj mesazhi që e tham me ajo është që Kufja ka pas gjitha shkencat dietar pej kohës së sahabëve dhe ai bereqet nuk është ndërprer në vazhdimsi. Sigurisht. Profesor, një dy herë përmendë këta janë tabeinj të mëdhej. Faktikisht tash automatikisht lind pyetja që mundet me pas edhe tjetër kategori të tabeinjve. Si mund dallohen tabeinjt e mëdhej edhe ata më të vegjël me thon kushtimisht. Tash të mëdhejt edhe të vegjël fjalën e kemi për mosh. Se na kemi post tash nëse i dajmë të vegjël se ata janë disa kategori, bile disa prej dietarëve na për me shkuar në nuanca shumë të holla tash. Na dolin 4-5 kategori. Po ato tash nuk e kemi dëgjuar se të nivelet që na përcjell. Por ata na jemi munduar që këta krejt me ndonë dy kategori. Ata që janë pak më të vjetër, ata që kanë kapë dhe i kanë mërri me transmetuar edhe prej sahabëve të vjetër, sepse është në dëshirë e tyre, ata kanë lind më herët, edhe kështu që për shkak të moshës që kanë lind më herët i ka kapë edhe sahabët e tjerë. Ndërsa disa kanë lind më vonë, praktikisht ata nuk i kanë mërri sahabëve vjetër, cilët kanë vdek vitet 30-at, 40-at, ose 50-at, më i porka i kanë mërri ata që janë kon 50-at, 60-at deri sa ka vdek i fundit që është praktikisht dikun po flasim për mas vitit 110 pse ka divergjenca mes të dietarëve të hadithit. Po ajo çka është shumë e rëndësishme kur flasim për kapitalin e madh në Kufë është se tash në kohën e vive na realiteti historik s'më huat. Me vite kanë shtamu plotësani, dhe mjafton që kohës halifatit kanë dhënë një shtramim që sot e kësaj dite s'është merremetue. Sot e kësaj dite kemë mbretëri. Do të ajo është sharim për shikues me vit quhen pra një pushtetar që kanë qenë në periudhë. Praktikisht ata janë që i kanë dhënë në fund i kanë dhënë grosht hilafetit të drejtë. Tash në historia ka njerë shumë e idhë me lexuar ata jo që i kanë dhënë fund hilafetit të drejtë, Aliut radiallahu ta'ala anhu, sa në po derisa ushtar Omer ibn Abdulazizi kanë urdhëruar me i mallkue familjen e pejgamberit në xhamia. Imamat i kanë urdhëruar. Shumë rona, do të thënë që ka njerë për dëgjuesit janë tepër trona, po megjithatë kanë ekzistuar. Që pos padrejësi dhe zullumçar, ajo normalisht në kanë shprehja do të reflektuar në dietarët sepse ata do të më pasën në kontroll. Këtu kemi një karakteristikë tash të veçantë të Kufës,
janë dietarët e Kufës që në çdo vend ka pas individ që praktikisht e ka pas personalitetin edhe e ka thonë hakun të vërtetë në realitetin edhe nëse i ka kushtuar me jetë. Nuk është bos cerveli pushtetit edhe. Po, si tërsi, si qytet me shumicë krejt dietarët, mos thonë me përjashtime shumë të vogla, servili s'kanë qenë në Kufe. Do të gjithë kanë qenë ma rezistent. Rezistent. Hakun pa marrë parasysh telashet që i kanë pas me Damaskun, me qendrën tani ma vonë, aty e vërtet është e vërtet. Plot për njerëzve që janë kund të kënaqur që ka bëu padrejtësi nga pushteti janë shkuar edhe kanë gjetë srem në Kufe. E tash në Kufe në vitin 83 është e njoftun tashmë quhet kryengritja e Der El Gjamajim, të cilën ka udhëheq Abdulrahman ibn al-Ash'athi. Thot Imam Gjassasi, po flasim për vitin 83 Hijri. Tash praktikisht flasim kohën kur Imam Abu Hanifi ka pas 3 vjet. Ose thonë pejgamberi ka vdekur në vitin e 10 apo 11 Hijri, praktikisht na po flasim për një kohë diku 70 vjeçare mas vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Po është koha e tabiunëve. Tash sa ka pas dietar për tabiinëve, Imam Gjassasi përmend se numri i atyre që kanë marrë pjesë në këtë kryengritje kundër Haxhaxhit, që ka qenë një xhelat i papom, vetëm prej fukahave, dietarëve, tabiinëve, ose siç e quhen ai khiyarut tabiin, ajka e tabiinëve në Kufe, numri i tyre është kon 4000. Numri i ushtrisë që ka marrë pjesë në kryengritje pej dietarëve të Kufës, është dietar pej gjeneratës së dytë, ka qenë 4000. Ne do të po flasim për një qytet të cilin ka pas ka vlu prej dietarëve. Dietarëve do të nuk e kem këtë muhabet në asnjë qytet tjetër nuk e ka pas këtë pasuri. Mesela e këtë element e përmend vetëm me tregue me numër pa sa ka qenë numri i madh i dietarëve. Dietarëve. S'po na intereson aspekti historik tash kush ka pas drejt, kush s'ka pas drejt, se padrejësia e me vivë është çështje e njohur edhe nuk ka dyshim më nuk Zoti hajre gofta. Po si do të kjo është kështu. Ndërsa gjenerata më e vonshme do të tabinëve më të vegjël, që tash na po gradualisht për nga mosha, për ka mosha dhe po i afrohem praktikisht tash gjeneratës së Imam Abu Hanifes, për cilën do të flasim do të shohim se edhe ai ka qenë për tabinëve të vegjël. Sa po tash kemi dietar që përsëri janë me nam, se po mundohem atë ndërlidhjen me bë gjeneratës te gjenerata dhe me po që nuk ka pas shkputje edhe shkolla, sidomos ajo shkolla e fikut e jurisprudencës islame që më vonë jetë si mëdhëbi Hanefi ose shkolla Hanefite, ajo është konë themeluar me pejkohës së sahabëve. Për ata është përcjell gjenerat mas gjenerate, po na po përzgjedhëm emra edhe pej muhadithinëve, edhe pej fukahave, pej dietarëve të mbaj. 500 që e përmena pak më herët janë pej dietarëve më të mëdhenj që ka dhënë historia islame. Hadithet që përmend. Hadithet dhe të fikut. Po hadithet kanë marrë mësim pej sahabëve, origjinale, të cilët s'ka krejt dietarët pa marrë parasysh pasimin dhe mëdhëbet që kanë folë për transmetues, ata i vlerësojnë pjedestalin më të lartë mundshëm. Prej tyre kanë marrë tash gjenerata e dytë, kanë marrë mësim pej këtyne edhe pej sahabëve. Tash po flasim për gjeneratën brezin e dytë ose brezi i dytë për brezit të dytë, nëse të maja, ose brezi që i quajtum sahabë ose tabiinët më të vegjël. Ose gjenerata më e vëndshme e brezit të dytë. Ose brezi i dytë, gjenerata pak më e vëndshme e brezit të dytë, që praktikisht na kemi pej dietarëve tash shumë eminent. Kush nuk kishte pasur me posa Ameshin, s'ka qytet në botën islame që don me studiu. Amesh është imami i imamëve në hadith. Tash çel dush merr nash Imam Dhahabi, nash komplet, tash po flasim nash Ibn Hajeri, nash tash janë më të mëvonshëm. Mizziv nash po do të tash kanë shkruar dhe kanë bërë përmbledhjen e vlerësimit të transmetuesve të hadithit dhe dietarëve të hadithit. Ai është imami i muhadithinëve. Çellën do pe librave të hadithit
lexo nash Buhari, nash Muslimin, kemi po në rrugë transmetimit numër plot hadithe. Do të përflasëm për 1300 hadithe shumë që janë në kutubusit e në librat kryesore islame që në prej këtij imami, që kanë bërë dietarët e hadithit tani ndërsa krejt hadithet e këtina i kanë pos banorët e Kufës ose dietarët e Kufës të interesuar pej Imam Shahabiu. Imam Shahabiu për cilën thot Abdullah ibn Omeri, sahabiu shumë, thot ai më mirë kur ka një të fol për luftat gjatë kohës pejgamberit sa kanë ai më mirë për një luftrat gazavatet se sa unë që kom marr pjesën do. Kanë ato të pa mirë ai për mënë se sa unë. Ndërsa me fund tash çfarë më thon Shahabiu është krenaria e shkencave islame, edhe fikut edhe hadithit. Ku fekon? Flasëm për dietar shumë mëdhaj. Në vazhdim e dietarëve tash dvegjël, tash në farë mënyre kurora, mbretërore e dietarëve tash më vonshëm të brezit të dytë është Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhaiu mas pari që ka thonë vetë Imam Shahabiu për to, ka thonë ka lind dhe është edukuar në shtëpi familje fiku. Stash Alkamen edhe Svedin që kemi përmend më herët, ne po flasim për dojtë e tina, të afërmit e tina. Ka mësuar drejt për drejt për atyre që kanë mësuar për sahabëve të vjetër. Përveç që ka marrë për sahabëve, se ta po flasim për brezin e dytë, do të ky ka transmetuar gjithashtu prej sahabëve. Po thot i ktheu më çabi thot ka marrë ka lind në shtëpi fiku dhe ante është edukuar. Ai ka marrë. Thot thumma jalasana. Pastaj është ardhe, nuk ka bashkan gjithë, tash për hadithin për muhadithin. فأخذ صفوة حديثنا. Dhe ka marrë ojkën e hadithit tonë. Dhe ja ka bashkangjitë fikut që ka pas familjes atje, ato që original që është lente. E kush me bu muhabet me to, kush me i dalë për para, kush me thonë është i nivellit tina. Tash përlasëm për djetarin i cili ka bashkue fikun edhe hadithin edhe thot Imam Shahabiu në të devantet, nuk ka ndodhur asnjëherë me pyet edhe ameshët. Për një hadith transmetim sen e që s'kum gjetë diçka tjetër të ai që se kum ditone. Pse këta specializuar në hadith? As kapacitet ka qenë. Për ata edhe dietarët e fikut, edhe dietarët e hadithit. Dietarët e hadithit i konsiderojnë edhe hadithin mursal, që të dietarët e hadithit konsiderohet hadithi dopt. Tash po them kur rruga e transmetimit në pjesën e sipërme nuk është e plot, te Ibrahim an-Nakhai është e pranueshme. Nëse ky ka transmetuar praktikisht aq ka qenë i besueshëm në transmetim të hadithit, saqë edhe ai që pranohet te transmetuesit e tjerë, për ka shkputje, ky edhe nëse përmend hadithin me shkputje, hadithi konsiderohet i pranueshëm, çasi nivelin në besueshmëri ka, si grade. Po, grade. Thomë kur ka vdek, rahimahullahu ta'ala, tash normalisht ata që e kanë ditë kush është, tek është prej dietarëve të Kufës. Tash po flasim për Imam Shahabiun. Pse po përmendëm Imam Shahabiun? Për arsye se Imam Shahabiu ka qenë çasi niveli. Edhe se tash kur e vlerësojmë edhe në ditë të sotme, kur thotë valla kush ka unë filoni din, thotë valla ka unë filoni s'merr vesh kur gjë. Ta e dim që vlerësimi s'o kur gjë. Po kur thonë valla filoni ne ka vlerësuar filoni hoxha, filon dietari, filon alimi, atë thon tash pak më ndryshe. Filon mjeku është mjek i mirë, kush ka unë valla një smut i kishin bomën. Po kur kolegët e tina, ata që në nivelin tina thonë ajo është e zgjedhur në mesin tonë. Atëherë është tjetër nivel. Na po përmendëm Imam Shahabiun se Imam Shahabiu është kon pe dietarëve më të mëdhenj botës islame. Në shkencat islame në fikë dhe në hadith, sidomos në hadith është kon pe atyre që
kur ka folë ajo kon fjala e fundit, kur ka transmetuar ajo kon fjala e fundit, kur ka vlerësuar ajo kon fjala e fundit. Kur është varros, Ibrahim an-Nakhaiu ka marrë pjesë në varrim edhe ka thonë sot ja vlen me e vajtu dijen që e varrosëm. Thonë pse thët ma taraka ahadan a'lama minhu. S'kalon kërkon më dishëm saj. Normalisht në këtë kohë kemi pas dietarë të mëdhenj edhe në qendra të tjera. Wala al-Hasan. Tash është më i dishëm se ky Hasani Hasan al-Basri është fjala, po ai ka qenë në Basër, edhe pse Basra e Kufi ngon shumë ofër dhe kanë përfituar njëra prej tjetër se janë qendrat që ke mujt me mri shpejt. Edhe pse kanë pas gjithar konkurrencë sa në shkenca islame, për ata shumë në shkenca praktikisht s'kan pas konkurrencë të dy qendra. Tjerat që kanë konkurrentë heq, sidomos në shkenca logjike, gjuhës arabe, sa në arabisht ka dy shkolla. Kur studion gjuhën arabe, atë shkolla e Basrës dhe shkolla e Kufës, s'ka shkollë tjetër. Do të kanë qenë në çasi niveli. Wala al-Hasan wala ibn Sirin. Pyetje po që do të se vlerësoj. Po i përmend me emra faktikisht. As Ibn Sirin nuk është i këtij më i dishëm se Ibrahim an-Nakhaiu thotë wala ibn Sirin. Tash për më i dhonë në fund Imam Shabiu pyetjeve sana thotë wala min ahli al-Basra wala al-Kufa wala al-Hijaz wala al-Sham. Tash i përmend krejt regionet. Që mos mendon me vet. S'është kërkushi i nivelit tina tani në asnjërin prej qendrave islame. As në Hijaz do të as kon Mekka, as në Medinë, as në Sham, as në Gjyd, as kërkut të nivelit të tij. Kjo është Ibrahim an-Nakhaiu. Ibrahim an-Nakhaiu që praktikisht është shquar me gjitha, ka plotësuar gjitha kriteret që me kon emën dhe mu vlerësuar prej konkurrentëve. Po është dietar që ajo që neve na intereson, na duket ja vlen me përmendje, është se është pe dietarëve të rrallë që ka bashkuar mes fikut edhe hadithit. Dhe në realitet tash Sayyid ibn Musayyib e konsideron në Hijaz, në Medinë, pe brezit të dytë që është halkë e fortë në mes sahabëve dhe shkollës Imam Malikut më vonë. Ibrahim an-Nakhaiu ne kemi është kjo njëje në shkollën e Kufës në mes brezit të parë dhe Imam Abu Hanifës pak më vonë. Këto disa specifika përse më i përmend këtyre tash gjeneratës të mëdhenjshme të brezit dytë, një lloj krahasimi me atë gjeneratën më hershme ose tabiinët të mëdhenj. Normalisht tabiinët e mëdhenj dhe të vegjëlit të partë kanë pas fatin se kanë mësuar për një numër më të madh të sahabëve, dytë kanë pas këtë fat. Mirëpo e kanë marrë atë që kanë mri prej sahabëve, kanë marrë atë që s'kanë mri, e kanë marrë prej më të mëdhenjve, kështu që me gjithatë kemi një hap ma tolt. Mirëpo ajo që këta e kanë gjetë tash pak ma të përgatitur, ka qenë zgjedhja e problematikave të cilat nuk janë qenë më herët. Që tabiinët e mëdhenj praktikisht janë paraqitur si problematika në kohën e tyre dhe si dietarët dashur me ofruar zgjedhje. Kështu që në aspektin e jurisprudencës këta kanë gjetë terren më të përgatitur, kanë gjetë një themel të ndërtesës së fikut që është qitur në kohën e sahabëve, edhe në kohën e tabiinëve të mëdhenj është zgjeruar ai themel dhe kanë ardhur më vonë dhe kanë ndërtuar mbi të. Kështu që këta në farë mënyrë nuk konsiderohen vendues të themelit. Po pak më të vonë. Mundësia që në kohën e tyre tash veç i kemi tentimet e para të shkrimit haditheve, që më herët nuk e kemi pas.
Tash këtë mundësi pak e kanë ma, do të praktikisht veç I kemi njerë që tash kanë filluar me lëviz, me ecë, pse na kanë herë në literaturë lexojmë që udhëtimi për turbimin e hadithit e sene është më I vonë, në realitet nuk është. Na kemi pej sahabëve të vogël, pej tabinëve pak më të vogël që janë tash se mesruku të ngjashëm Imam Shafiu, Ameshi që e përmenum, praktikisht janë ata që janë synuar me marr hadith prej tyre prej gjitha vendeve të botës. Këse niveli kanë qenë, tash janë referencë për dietarët e marrshëm. Dhe gjitha në botës islam, për dietarët gjitha në botës islam. Dhe normalisht tash tash kjo gjenerat me nxënësat e tyre janë praktikisht është përgatit tereni për mu ndërtue dhe me marë fizionomi ma të qartë, mu definua shkollat juridike që I kemi ma vonë. Për ata, mendoj që kur thomi medhebi Maliki ose medhebi Hanefi, po I veçojmë këto dy shkolla, për arsye se të këto dy shkolla jurisprudenca, fiku, drejta islame, është bartë gjenerat mas gjenerate, tash po them të warith al-fiqhi, derisa kanë ardhur Imam Malikun në Medinë dhe Imam Abu Hanifja para tina në Kufe dhe I kanë shkruar, të bërë shkrimi I fikut, ndarja në kapitull që sot e kësaj dite e kemi. Po, të vinu në fekha, po që edhe ekziston sot e kësaj dite. Tash, kjo është gjenerata që I ka pregadit në ardhe këtë kjo. Për ata, na, kur I thumë fiku Hanefi, që do të shohëm ma vonë, në realitet, ai që e studion fikun dhe vendimet fetfat, qëndrimet e Ibrahimin Nakhajut, Imam Ibrahimin Nakhajut, s'ka pas konkurencë në kohën e tina, për mendimin tim është konë në fikë dhe në hadith, është konë s'ka pas kompletuar kështu dikush tjetër. Praktikisht në realitet Imam Abu Hanifja, si sot Dehleviu, kush e lexon qëndrimet fetfate e Ibrahimin Nakhajut, të shoh që Imam Abu Hanifja në asnjë çështje nuk ka dalë jashtë. Dhe krejta që e dallon Imam Abu Hanifën më vonë, do të është plotësim, po jo me dalë me qëndrime të re, plotësim për arsye se paraqit problematika e treja. Dhe na e kemi kapitullin, është venduar, janë qitë bazat kapitullit san, po paraqiten problematika atëre, ato problem, po gjithherë to përdor të njëjtën metodologji që e kanë përdor dietarët gjenerat pas gjeneratën në Kufë. Kështu që fiku Hanefi në realitet është shkolla e themeluar prej Abdullah ibn Mesudit, prej sahabëve, që e kanë bërë mësimin dhe original pejgamberit alayhis salam dhe ajo vetëm ka ardhur duke u plotësuar u zgjeruar sipas nevojës që është parashit. Tu plotësuar. Plotësim dhe Imam Abu Hanifja në Kufe dhe Imam Maliku atje praktikisht është ai që e ka marrë atë lëndë që ka gjetë thuajse të përgatitur, e ka marrë, po e ka përpunuar edhe pak, i ka qitë nëpër kallope, nëpër kapitull dhe nën kapitull dhe ka marrë formën dhe e ka plotësuar ku ka pas nevojë, për arsye që kanë qenë dietar superior niveli shumë se kema dëshim, do të shohim që për këtë kanë dëshmuar gjithë dietar tani që katër imam të mëdhej, sidomos dy të parë në aspektin e fikut kanë qenë të papërsëritshëm. Ato praktikisht kem pas dietar më, po janë nivelet të tyre asnjë. Asnjë kështu mendojnë dietarët. Jo në atë vogëlit, po ata të mëdha, ata të mëdha. Ne u zgjerum pak te Ibrahim Nakhaju pak më shumë për arsye se nëse kthehemi mbrapa tash në mënyrë kronologjike, Abdullah ibn Mesudi ka themeluar shkollën e Kufës. Para vdekjes ka unë me qitë vend teje, kanë me vetë mas teje, ka unë Alkamen. Si që kemi thonë, kur kemi folë për Alkamen, gjithë s'ka që din, po venin, gjithë s'ka që di unë e din edhe. është dalë Alkamja. Alkamja e ka vazhduar shkollën, kur është thonë, Alkamen se kanë vetë vund konë mas teje, normalisht e ka një farë lëjnë me shure, një farë në mes,
studentat nuk janë konë sikur studentat tash, ai dallimi, divergjenca edhe në moshë edhe në dije mes mësuesit dhe nxënësit atëherë konë shumë e vogël. Se ata që janë përcaktuar për mësim, ata janë konë ka pas nxënës i cili ka shkuar në shkollë të caktuar me mësu fikun, po në shkenca tjera ka qenë më i madh se hoxha. Po do të ata kanë plotësuar njëri tjetrin. Para ata që do të shohim më vonë hallka e Ebu Hanifes, shkolla e Ebu Hanifes, aty i ka pas krejt imam të gjitha drejtimeve, të gjitha shkollave. Për ata kur shton valla Ebu Hanifja që kanë xholluar dietarët e mëdhtë që kanë ditë kush para atina kanë thonë baje gjuhën që ai ka thuë. Nuk mundet me gabuar dikush kur para vetë i ka filonin në gjuhë, dhe filonin në hadith, dhe filonin në tefsir, dhe filonin në historisan. S'mundet me gabuar, s'lën me gabuar. Sistemi ka qenë. Po tash ka ardhur masal kames Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai që kanë pyet kush mas teje me morr udhëheqjen e shkollës, ka thonë Hamadi. Hamad ibn Abu Sulejman. Është tash po flasim për nxënësin e Imam Ebu Hanifes. Tash në mënyrë kronologjike na po zbresëm gradualisht po vim te shkolla ose të themeluese që njihet me emrin Imam Ebu Hanifes, që është Hamadi. Hamadi ka qenë nxënësi më i shuar i Ibrahim an-Nakhaiut, i shkollës. Zoti që ata kanë faktikisht mësuesi Imam Ebu Hanifes. Mësuesi Imam Ebu Hanifes. Ka qenë në nivel i tillë që ata që përshkruajnë thonë ka qenë shumë i pashëm. Me po. Ka qenë i pasur, ka qenë bujar, ka qenë sahibul hejba, autoritativ, s'ka pos krejt e kanë respektue pa përdor forca së fuqi, ka pos karakter dhe personalitet të nivelit të tillë, autoritet, sa që me dashamire dhe me kundërshtarë në mendimin e saj, krejt kur i Hamadi është kryeqoshtja. Fetar dhe adhurues do të atyre që nxënësat tash i kanë marrë mësimin pe Ebu Hanifja, pe ku e ka marrë mësimin që me vitet tona e ka folë namazin e sabajit me avdes të jacis. Ata nuk ka ardhur dhe vetëm ka thonë, po praktikisht për shkak të shoqërimit të gjatë me Hamadin. Për ata tash po them është ajo hallka e artë në zinxhirin e artë të shkollës Hanefite pej fillimit derisa është emërtuar me këtë emër dhe ka vazhduar. Ata Abdullah ibn Mesudi pejgamberi, Abdullah ibn Mesudi, Alqamja, Ibrahim an-Nakhai, Hamadi dhe kemi Imam Ebu Hanifen rahimahumullah. Allah i paqëfshërohet që të gjithë dietarët shumë shquar. Po. Me kaq profesor sot po e përmbyllëm. Dhe falenderojmë Zotin që jeni besim tonë dhe këto sharime thokta, faktikisht për i bënë për shikues e televizionit. Neve do të takohemi inshallah edhe në emision e radhës, pra sot në javë, në njëjtën kohë, dhe këto emisionet gjitha janë të ingjizuara dhe të transmetuara në rrjetet sociale, gjitha në adresën e Bashkisë Islamit të Kosovës. Deri në javën e ardhshme ju lejmë në mëshirën e Zotit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.